padasht me i shqetësu kategorinë e pacientëve që po du me i përmend, por gjithsesi ti përmendim në mënyrë se vëdësimit sa më të lartë të çdo aspekti, janë gratë shtatzana ato që në muajt e fundit të shtatzanisë rritet lodhja e tyre për shkak të shumë ndryshimeve. Edhe shumë shpesh ka raste kur pikërisht në këtë fazë diagnostikohen sëmundje të ndryshme të zemrës, të cilat kanë qenë, siç e tha ti, të heshtura ose të injoruara, të neglizhuara. Shumë e vend kjo pyetje Saranda, kemi raste ku gratë kanë kalu një pjesë të shtatzanisë, nuk kanë qenë ndjeni për sëmundje ekzistuese të zemrës, edhe në kohën kur fillojnë mu aktivizu mekanizmat adaptiv fiziologjik për shkak një gjendje tjetër që është shtatzania, atër mund të dalin në pa në sipërfaqe edhe problemet kardiovaskulare. Por mund të ndodhin edhe ngjarje të reja kardiovaskulare të kjo kategori. Pikërisht për shkak disa faktorëve, edhe këto gjenetikës nuk mund të ikim, edhe këtu mund të ekziston një predispozit gjenetike që në shtatzani mu lejmëruar ashtu quajtura kardiomiopatia peripartale, e cila ndodh gjatë shtatzanisë. Kjo është një gjendje ku pacientja në muajt e fundit fillon me pas vështirësi në frymarrje, lodhje të tepruar, pamundësi me bë aktivitet normal fizik, dhe kjo atëre i detyron të lajmërohen te ginekologu, pastaj ginekologu i drejton tek kardiologu, edhe jo rrallë zbulojmë sëmundje zgjerim të zemrës me ulje të funksionit, prandaj duhet filloj trajtimi. Fillohet në shtatzani? Fillohet me medikamente të cilat nuk e dëmtojnë frytin. Pastaj pas lindjes fillojmë i optimizu terapinë për pamjaftueshmërinë të zemrës, dhe shumë shpesh kemi rikuperim të zemrës dhe rikthim të funksionit normal pas disa jave. Prandaj nëse trajtohen me kohë, mund të shërohen plotësisht nga këto sëmundje. Por edhe këtu duhet një fokus i veçantë para se me fillu planifikimi për një shtatzani. Të gjitha gratë që në djeni që mund ta keni problem kardiovaskular, apo VCD, duhet ta marrë një mendim ka kardiologu për planifikim të shtatzanisë, kuptohet, dhe për mënyrën e lindjes, nëse duhet të kryet lindja me rrugë normale apo cezariane. Sepse e kuantifikohet çdo herë lindja normale, kuptohet. Në rastet e gjendjes më kritike. Te rastet më kritike, lindja cezariane kishte pas me qenë më e përshtatshme, në formë që mos mu përkeçsu pacientja gjatë lindjes me rrugë normale.